Mos e çani veten e ju me duart e juaja në shkatrim. Mos e shkatroni veten. Allahu Azza wa Jalla ka bë haram alkoolin për shkak të dëmit që e ka, nëse përdor ti e kap veten e çan aty ku pihet alkooli. Me dorën tënde shkatron veten tënde. Allahu Azza wa Jalla ka bë haram gjithçka që ban dëm, ti e kap e përdor. Allahu Azza wa Jalla ka bë haram venet e harame, ti e çan veten aty me argjimet e tua, e pagun biletën me qumë ngu haram, me pa haram. Thot Allahu Azza wa Jalla: "Wala tulqu bi aydikum ila at-tahluka." Mos e çani veten e ju me duart e juaja në shkatrim. Runi veten e ju. Inna Allaha kana bikum rahima. Allahu ka një mëshirshëm ndaj juve në formën që ju ka krijuar, të mirat që ja ka dhënë. Ti e merr veten e çon në shkatrim. E çon familjen tënde në shkatrim, i çon evlatët e tu në shkatrim. Bash shembull i keq për evladin tënd. Me harame që i pan, shembull i keq për babën tënd, shembull i keq për nanën tënde. Marrë me njëv dikush që ti i djali filanit e i ban këtu haram. Që kujdesu musliman, sidomos trit, kujdesni se nuk mundi me nal ma veten, nuk mundi me nal ma veten. E çoni veten deri në stam, do të nëse në nalni veten. Së në nalni veten a sharrën harame që kurse ndilim ma për tyne. Që kujdes nalni veten, afronu nga njerëz të pjekun, rrini me njerëz të dukum, rujo se një hap edhe rrshet, së në qosh ma. Kujdes. Lusëm Allahun Azza wa Jalla me rujt rritë e muslimanve.